Atletika shkodrane vazhdon të jetë e pandalshme në arritjen e rezultateve pozitive. Falpunës pasionante dhe profesionale të stafit teknik në harkun kohor të një muaji, Vllaznia arrin të fitojë 4 trofe. Pas sukseseve të mëparshme, titull kampion kombëtar U16, Kupa e Shqipërisë për të rritur dhe kampion kombëtar me U18, vjen një tjetër arritje, titulli kombëtar për të rinj U20. Në garat e zhvilluara në pistën e stadiumit Elbasan Arena, atletët e vllaznisë ishin dominues në pothuajse të gjitha garat, duke grumbulluar 99 pikë dhe u shpallën kampion Shqipërie për të rinj. Në konkurimin individual spikatjen më të madhe e bën Ergi Dallnezi, konkurrues në garën 110 metër me pengesa, Ariona Libali 200 metër me pengesa, Sidrit Kopliku 400 metër me pengesa dhe 800 metër, Andrea Nënshati kërcim së larti, Elizeo Spathari kërcim së gjati dhe 3 hapësh, stafet 4x100 dhe 4x400, ku zunë vendin e parë dhe merituan edhe medaljet kampionatit. Por nuk mbaron këtu, pasi atletika shkodrane përgatitet të regjistrojë një tjetër sukses, pasi javën e ardhshme në Elbasan Arena zhvillohet kampionati kombëtar për të rritur, aty ku vllaznia si ekip premton titullin e rradhës, ndërsa talenti Franco Burraj pretendon rekord kombëtar në vrapimin 400 metër.